Përfaqësuesa maqedonisë në mundje kreu përgatitjet dhe nga sot është pjesë e kampionatit evropian U23, i cili do të zhvillohet në Tiranë të Shqipërisë. Ekspedita e përbën nga mundësit e Stefan Sterjov, Besir Alili, Muhamed Feruku dhe Recep Hajdari, nën kujdesin e trajnerit Abaz Eminit dhe ndihmësit Riyad Recepit, sot në mëngjes u drejtuan kah qendra e Shqipërisë. Trajneri Emini beson se mundësit janë të përgatitur mirë dhe se në këtë turne pritet që të dëshmojnë kualitetin për të arkëtuar ndonjë nga medaljet. Edhe besoj që janë bollë përgatitur, duke u falendëruar edhe kryetarit të klubit Ahmet Ademit, që ne ka mundësu do kushtet jashtëzakonisht të mira, dhe mendoj që ne presim rezultate për kampionatit U23, për dy, eventualisht edhe i treti ka, po këto dy kanë më shumë kapacitet për medalje. Recep Hajdari dhe Besir Alili. Ndërkohë Besir Alili beson në rezultat pozitiv në Evropianin U23 në Shqipëri, por qëllimi i tij është suksesi që mund të arrijë në kampionatin evropian për senior në Bratislav. I gatshëm jam për kampionatin evropian për U23 që të marrë në Shqipëri. Shpresoj të korri rezultat mirë. Kjo është një hap për kampionatin evropian për seniora që do të marrë në Bratislav. Aty është kulmi që mund me bënë një rezultat të mirë për senior. Trajneri Emini konfirmoi se Besir Alili në kategorinë 61 kg, Fatih Veseli në 70 kg dhe Recep Hajdari në 92 kg do të garojnë edhe në kampionatin evropian për senior, i cili do të zhvillohet në Bratislav. Sipas trajnerit Emini, njëri nga këto mundësat me pak fat në hedhjen e shortit mund të arkëtojë ndonjë medalje.